Përshëndetje dhe të shu gazetare, të shu miq. We are at the half-time point of the growth plan and thank you. Tashmë kemi arritur në mes të periudhës 4 vjeçare të planit të rritjes dhe faleminderit i nderuar kryeministër që e keni bërë të mundur që ne të diskutojmë në këtë nivel me këtë plan rritje që është kaq i rëndësishëm për vendet e Ballkanit Perëndimor që të ndihmojë ato të ecë përpara. Unë kam kënaqësi gjithmonë që kthehem në Tiranë shpesh për takime dypalçe apo në këtë rast për takime me vendet e Ballkanit Perëndimor për të mbështetur jo vetëm ecurinë e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE, sepse unë ndjej angazhimin tuaj, por edhe angazhimin e të gjitha vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Sot kemi patur për të zgjeruar vetë nocionin e zgjerimit. Pra, është e vërtetë që zgjerimi është shumë më shumë se sa thjesht zgjerim, por mbi të gjitha për t'ju integruar të gjithëve ju sa më shpejt që t'jete mundur në gjithnjë e më shumë fusha të politikave të BE-s, jo vetëm në tregun e përbashkët të BE-s, por edhe në tregun tonë të energjisë, në zinxhirët paneuropian të vlerës dhe për shembull vetëm javën e shkuar kolegji miratoi mbrojtjen e demokracisë dhe strategjinë për shoqërinë civile, që si në vendet kandidate ashtu edhe shtetet anëtare të BE-s, pra të trajtojnë si të barabarta. Unë jam shumë krenare për këtë dhe ne do të shkojmë edhe më tej, duke ju përfshirë në përpjekjet tona për të mbrojtur demokracinë dhe vlerat tona. Duam që Bashkimi Evropian të bëhet një realitet i prekshëm në vendet tuaja që sot, që të sjellë begati, siguri dhe stabilitet për të gjithë ne. Në disa fusha kjo gjë tashmë po merr formë. Shqiptarët, malazezët dhe maqedonasit e Veriut tashmë përfitojnë nga kosto më të ulta të transaksioneve fal SEPA-s. Por, objektivi ynë është që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të ecin përpara në sinkron dhe nuk duam që të krijojnë hendeqe të reja mes jush 6 vendeve tuaja, sepse në fund të fundit të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor i përkasen Bashkimit Evropian, pra duhet jenë pjesë e tij dhe të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të bëhen shtete anëtare me të drejta të plota dhe e theksoj edhe një herë me të drejta të plota të Bashkimit Evropian, si shpërblim i merituar për parafrimin e plot me legjislacionin e BE-s dhe akoma edhe më rëndësishme me vlerat e BE-s. Pra, le të përqendrohemi sot tek mënyra se si mund të përshpejtojmë punën në pjesën e dytë. Dhe kemi një afat veçanërisht të rëndësishëm që po afron në qershor. Ne do të kemi skadimin e periudhës tranzitore një vjeçare për reformat e papërmbushura nga raundi i dytë i raportimit dhe për këtë arsye i bëj thirrje të gjithë udhëheqësve të rajonit që të punojnë akoma më fort për reformat. Gjithashtu ne kemi arritur edhe shumë sa i përket tarifave roaming për shembull, por pra ne nuk kemi më tarifa shtesë për thirrjet ndërkombëtare brenda Bashkimit Evropian. Pse duhet të keni ju? Dhe për këtë duhet punojmë akoma dhe më shumë për të kemi përshpajtim të parafrimit me rregullat e BE-s. Sa i përket kursive të gjelbra, zbatimi është në vijim. Vitin e kaluar në ram dakord për 11 pika të përbashkëta kalime ndërmjet BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, dhe 5 pika të tilla brenda Ballkanit Perëndimor, pra ndërmjet vetë vendeve të rajonit. Dhe sot, siç e pat Komisioni dhe Banka Botërore shkëmbyen një letër angazhimi që angazhon të gjithëve ne që të ecim përpara më shpejt me fazën e dytë të programit transporti sigurt dhe i qëndrueshëm, që të zhvillojnë pra projekte për të përmirësuar infrastrukturën e transportit, inovacionin digjital, mbrojtjen e konsumatorit dhe turizmit, sepse kjo do të sjellë përfitime jo vetëm për qytetarët, por edhe për bizneset. E di që ndonjëherë reformat për cilat ne kemi rënë dakord së bashku nuk janë gjithnjë të lehta, por ato bëjnë të mundur përshpejtimin e negociatave të anëtarësimit në BE, si edhe përgatisën ekonomitë tuaja për tregun e përbashkët. Dhe ashtu siç keni ju dëshirë të na thoni shpesh, ky është një proces shndërrimi, pra transformues dhe sjell rezultate të mëdha. Dhe ky proces sjell edhe mundësi të reja, duke bërë të mundur që ju të trajtoheni si shtet antar në disa prej politikave të BE-s, plus që u tregon edhe vendeve anëtare se ju jeni gati për më shumë, por edhe për integrim më të thelluar në Bashkimin Evropian.
Gjithashtu ne diskutuam edhe se si mund të tërheqin më shumë investues të huaj instrumentet tona. Për shembull, ajo që ne presim është që sa më shumë i afrohen BE-s vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe siç e dini ju ne përshkruajmë Shqipërinë dhe Malin e Zi si vende pararoj, pra sa më shumë të afrohen dhe e dim këtë edhe nga të shkuarën, aq më shumë kureshtar bëhen qytetarët e shteteve anëtare, por gjithashtu edhe investuesit e huaj janë më të gatshëm të vinë këtu. Presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen më tha për shembull që ka qenë këtu edhe për konferencën e investimeve që u bë në Shqipëri dhe me të vërtetë sa mbresa i kishin lënë asaj të gjitha diskutimet që u bën në këto konferenca, por edhe mua për shembull fakti që dëgjova sot për jush dhe për gëzime që ju do të organizoni një konferencë tjetër investimesh. Pse është kjo e rëndësishme? Sepse është thelbësore për të bërë realitet konvergjencën tuaj ekonomike me vendet e BE-s. Dhe në fund me lejoni të them që na mbeten edhe 2 vite të tjera që plani i rritjes të bëhet dhe të kthehet në një sukses të vërtet, si dhe të përgatisim terrenin për antarësimin tuaj në BE. Dhe duhet ta shfrytëzojmë çdo ditë që të punojmë për të ardhmen europiane të Ballkanit Perëndimor. Faleminderit. Minister and Commissioner, now we invite the journalists. Faleminderit Komision.